daljen e parë në drejtim të Mitrovicës. Këtu pak më shtuaj jam se të tërgova me vonesë, atë tregusin vetëm për dalje. Për hyrje mos e përdor kur ti ish në rrugë. Vetëm për dalje tregojnë atë tregusin e drejtimit. Hajde. Tash e kena deri në 60, jo mi 60, po deri në 60. Hajde lirësh mundesh me mush gaz. Merrit shpejtësia. Hajde të katërt, 54, bashkë. Edhe I përcjellëm shenjat, kemë vazhduar në drejtim të Obiliqit. Përcjell me kujdes, 3 shenja na dhon deri te obligimi, deri te Obiliqi. Shenja poshtë, na me numruna 500, 499, 498, 497, apo 8, a numrojna? Që shenja e treta shkon na jep, çka do thot është këndi ngushtë. Mbas së gjetës është këndi ngushtë. Hajde, vazhdo. Ai ke kthyer. Po. Jo. Në. Nuk e ke kthyer pas syren. Tash dikush mundet me thonë pse onën e djathtë, na vazhdo të onën e djathtë. Është shëritje emergjent, mundet me konë ai ciklist, mundet me na hyrë ai vetur tjetër. Mundet me pas një mësor. Çka do të qoftë mundet me ardh. Domethënë kur të them djathtas, kthyrëm onën e djathtë. Shpesh herë duhet me kthyer, jo shpesh herë, po është mirë me kthyer edhe onën e majt, sidomos në Kosovë, nuk është me rregull. Po duhet me kthyer sepse janë do se përmendi për ripërsërisë shumë shpejt. Janë do të cilët janë me nxitim edhe se kthyrëm. Për anën e majtë e kontrollovë, Po, djathtë, se na këtu të djathtas do të me kthyer. Tash, udhkryqi I radhës kena me vazhdu majtas. Çka do thot, mungon shenja, po na kena më kthy në drejtim të Obiliqit. E përcjellën vinë e plot. Kerët e cilët vinë onën e djathtë kanë përparësien. Shko të ju kthy, hajde bashkë, edhe këtë do të kthyer onën e majtë, vetëm për shkak të sigurie, shenja e obligimit na thot me vazhdu që drejtim. Se unë mos e poshtë dhe ishte me shkuar. Jo. Okej. Vish budak që dhe ishte me vazhdu në shëritin tjetër, në bos të shenjës ajo na obligon me vazhdu qasaj. Edhe na kena përparësi për këtyne, sepse këta e kanë stoke. Dërso, ona e djathtë në udhkryqe, ona e djathtë e ka përparësi. Hajde, bashkë. Me vrejt mirë se kush është, por gjithsesi na përshëndeti edhe e përshëndetëm. Man ka dalë. Në rrotullimin e radhës kena me dalë në daljen e parë mbas së shenjës në drejtim të Prishtinës. Majtas e ke përcjellë vish gabim. Jo. Po sepse na patëm mundësi dhe hapësirë me vazhdu. Ndrejshri dhe 2 herë që të çojmë po. Në rregull, po ti patë mundësi me vazhdu. Hajde tash kena me vazhdu. Më kyç në rrugë, hajde. Më kyç në ai shkeli bie me plot. Po, kena pegnis. Por ndryshe, kanë shëriti nxitimit, ka shëriti nxitimit muna për më kyç në rrugë kryesore ose në rrugën nacionale deri këtu. Këtu muna mund dal edhe më kyç, ose muna më kyç edhe më herët. Po deri ato muna me vazhdu. Ato e tutje nuk muna me vazhdu sepse na fillon pastaj via e plot.
mos më na shpjegu çështën tonë. Me kalu. Pse? Se këtë frenu. Këtë poshtë pengesa këtë. Mirë në rregull. A di pse ka frenu çaj? Sepse ka filluar zona 14 të tabela filloi me fren. Po e ti desh të marrë shpejtësi, mi 14. Për me te kalu çato. Bos të shajnë se ka buba, po gjithsesi që kjo shajnë është gabe. E shpjegoj tjetër herë, kena me vazhdu në drejtim të Ferizajt ose dalja e dytë. Qysh thash më herët, ten për daljen e parë ose daljen e dytë e përdorim shiritin e parë ose djathtas. Shiritin e parë ose djathtas për daljen e parë, daljen e dytë. Këtë rast dalja e parë është për Fushë Kosovë, por duhet me përcjell onën e majt nëse ka. Hajde vazhdo. Përvejnë që ta merë për parësien? Hajde vazhdo. Dalja dytë që kjo. E jep të regusin edhe dalja dytë. Pra, që ka banëm? Shiritin e parë kem, shiritin e parë henëm, shiritin e parë po daljëm. I pari para rreth rrotullimit, i pari në rreth rrotullim, i pari ndalit të rreth rrotullimit. Vetëm me përcjellëm numrin ne. Ose onën e djathtë. Shiritin e djathtë kem, shiritin e djathtë henëm, shiritin e djathtë dolëm. Për daljen e parë, daljen e dytë. E kuptove çfarë thënë? Po. Tash kena me po që të që se ke kuptu ka me të godit box. Ja s'ka me kesh. Prapë në pas të shenjës, daljen e dytë në drejtim të Shkupit, Ferizaj, Gjilanit. Nuk kam qarë edhe qatë gabim edhe pak pa e diskutu, që aton që ishte me te i kalu kiren e grës. Dhe gjam. Qaj ka frenu, për nuk ka dhonë të regus për mu. Ai ndoshta ka pas një pengis për porën, ai kem solo se na i diçka. Edhe ai ka frenu për më nalti, me neherë mi dalë. Onën e majta? No, ka bim serios ajo është. Kështu që nuk du me përsërit atë gabim. Presëm, nëse ju ka nalë, mundet me ju prish, ju ka nalë, presëm pak, ja na shka lejna që tash. Por jo, për diri sa ai ka frenu, ti me njerë me fillu me te i kalu. Nuk ka kësi stilja karate, vish në ata parfinat e Busli, se qa. So kesh. E godita njerë të në tejmin pak, jo shumë po pak. Distancën, deri sa ta shohim fundin e gumat në rrugë. Deri të qaja pjesa kur ti e vrej, është distancë mjaftueshme. Na të regon që kemi po tash për daljen e dytë? Kena me një shiritin e parë, edhe kena me ndërru shirit e parë deri në daljen e dytë. Po. Edhe ku daljem daljen e dytë në për shiritin e parë. Po para se me hinë rretha do të me dhonë tërgus? Po. Jo, ku t'hina jo, vetëm kur daljem. Vetëm kur daljem. Mirë, qka tjetër do të me bo ku t'hina në rreth? Mikë që pas synet. No, vetëm onën. Onën e majtë.
kena përparësi, apo? Po. Hajde, vazhdo. Nëse ka kësi pengesa në rrugë, do të thotë një distancë deri në 1 metër. Bravo, të e kina japë dërgusin. Në udhëkryqjen e radhës kena më vazhdu djallë thas. Në drejtim të stacionit. Pasqyren kondin e vdekur. Kena më dalë në dalën e dytë në drejtim të stacionit, çka do të thotë kena më marrë herë shiritin e parë. E jep tregusin për dalje, hajde s'tu që para taksistit, hajde. Apro pak më opër. Kesh, pak kesh. Si të kesh qilet vetëron, po. Po qa kujtove ti. Se të shesh i happy edhe i knoqen me urë edhe normal vetë qilet. Këna pas më mësu mi vlohën pa u shoh. Këna pas më mësu mi vlohën pa u shoh. Po, pjesë e madhe të mos tek meshkujt, hajde vazhdo. Vazhdo. Pjesë e madhe tek meshkujt thoje se mësohen në rrethonat e tjera. Por me kalimin e kohës për vrenë që hajde tash kam dalë shiritin e djallë. Shumë shpejt e merr vetin edhe këtë. Ane po, kanë si me më bo reklam, në thonë ti, se po. Ti o, qartë, e lejë se më bo në nërvës tash. Ejtë. Tash po, kena me në stacion, edhe kena me sy... Hajde vazhdo katale, hajde vazhdo.